Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi kudo që jeni. Sot do ju prezantojmë fshatin Lladov, komuna e Gjilonit. Fillimisht po shkojmë me pak pamje nga ky fshat e takohemi më pastaj. Jemi në fillim të fshatit, e pas kanë edhe pompën e derivateve ceni petrol. Ne po vazhdojmë kështu, po afrohemi tek shtëpit, edhe po i marrëm çdo cep të fshatit. Po më pëlqen pjesa që e kanë trotuarin, po në anën tjetër nuk po më pëlqen se bari këtu pas ka fillu me u rrit, duhet normalisht me pastru, me u kujdes. Atje andi punime në rrugë, si do kalojmë anej? Po, pra si që po e shini gjysmë me asfalti, ka kanë të ekip, për ndryshe të e harnue asfaltin, një asfalt e hëngre, na? E bitësën. Por mirë që tash pak diçka po e kujdes. Mirë që po i rinë gati edhe pjesë të dëmtuarat asfaltit, po i ndriqin. Restorant elegant, unë të i lyp veç restorantet, sidomos në këto ditë kur temperaturat janë ekstreme, e kemi shumë nxehtë, po gjithsesi ne do vazhdojmë, misionin publiku e pret, aty nuk ju intereson kur e gjërojnë, andjellan që janë bura, gjithsesi do e keni. Ja pra jemi shumë afër shtëpive, shtëpit e bukura për ndryshe, pozita gjeografike e Lladovës është të jetë e përshtatshme, është krejt rrafsh, e ka një pozit shumë të mirë gjeografike, për ndryshe edhe sipërfaqen e ka bukur të madhe si fshat, por nuk e dim se sa familje rezidente janë brenda fshatit, të marrë parasysh që edhe mërgata nuk mungon. Shprej rastin, me i përshëndet, ondi, po këthejt po më shikon se kam full me të madhe. Shfrytëzoj rastin me i përshëndet gjithë mërgjimtarit e fshatit Lladov, nga se ata janë cilët më kanë shkru dhe ne sot jemi në këtë fshat. Në Gjilan, çdo herë kemi kalu mirë, e them sa herë e vi në fshatrat e Gjilanit, njerëzit janë shumë i kprica, dhe të kulturum, kjo më pëlqen, janë shumë të kulturum edhe dashtëm. Të pakten, sa herë kemi ardhna, kemi kalu, ma mirë nuk bën. Veç kujdes, ja pra punimet në rrugë, puna në barë. O, po më dridhen kembet. Ani shja kom qëllune me madhë, balerinat, holla, se me jetë doth. Taman kështu, pra, o, qysh po kërset, nxet. Zhiva, zhiv. Po, e kom fjallën, puna në barë. Mirë, faleminderit ju. E gëzofshit. Po, kubrem, pove. Belekinc? Po, vëna. Pas gjatë e dure. Si në janë mirë. Jeni lutë? Ja, ka pak që. Zet? Mirë, në kështë. Që shkojët si punë? Mirë, super është. Sa keni fillu me punime? Po ja kemi një se që një
7 ditë, kështu. 7 ditë. A ka betë edhe shumë ditë? Jo, edhe pak. Por pritet me përfundu. Kënë zhegër kena me shku. Rinë zhegër. Po. Zoti ju ndihmoft temperaturat shumë të larta. Faleminderit. Punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit për Faleminderit. respektin. Miru pofshim. Çdo të mirë. Hajde miqtemi, ja pra, jo koti thashën e njerëzit janë shumë të kulturuar dhe dashtëm. Ishte në orët e punës dhe e ndali për pak qaste me na përshëndet. Unë nuk deshta ma shumë veç ka lëpora. Nuk deshta ma shumë ja u marrë kohen edhe në këtë nëzit me i mundu, mjafton një përshëndetje. Po sa punëtor janë, shifeni, të lëvi e madhe të gjithë janë të punu, ju lumët. Jo këtë kanë arrit me ndërtu gjdo fshat, me shtepit e bukura, puna në barë. U rikthyemi qtemi për shkak se e kam pa një rrugic ose një sokak të Lladoves, kështu si kemi thonë, kur jemi kon të vogël. Apo na fali diçka për fshatin? Pas pëtni! Mira dej dikun, hajtash! Miro pofshim! Pra, një sokak i fshatit Lladov, një shtëpi e bukur, po provojmë, a? Hajde. Në Gjilan, në gjdo shtëpi, nuk është që e kam problem. Oj, zoti shpis! Ja u prisha rehatin. A dëni mësafir shpia modhe? O, faleminderit shumë. Jam zoti shtëpisë, po ndoshta bën më prezantu, s'ka O, problem. bën. E kush jeni ju? Unë jam vllavi i zotit shtëpisë. Po, ani shumë mirë. Vllazlimo, si jeni? Mirë, faleminderit. Ai një lotë që shpo kaloni? Ka pak mirë. Mirë edhe na, mirë. Shqyr. Ka dole. Pak nxehtë, por që ja dole. Tash si erdhe ti frima, po frima për shef. Unë e hallakoti ka të shkoj. Ku po ulemi qëtu në balkon, po rrini. Mos është më flat. A? Na më mirë mos është. Si të doni? A jenë rria tua këtu? Qika? Edhe nusja. Aja jam po. këshyrë, që aja reja. Ja po zote halal ca mirë. Aja shumë mirë më këshyrë. Shqyr. Edhe ju gjenerata ma e më shumë e pat dikën që ju këqyrë kujdeset për juve na tjertë në dorë të zotit. Po, ja, po, dërë lakë që po këna këshpëna këshyrë, këshpëna. Nojtë këshpëna. Mishë. Sa vjeti ke bon këtë fshat? Atë kujtohet? Po, Që sa ke ardhë nuse? Shumë, a? nuse 19 djeti këm pas kërë martu, sot i kam 93. 93 vjeti ki. Mashallah. Keni hek shumë? Po, kana kana rëtëmi, kana skome, kana Sa fmi keni? Taranda. Mashallah. 16 i ka pas krejt. Tre ka ditë fort, edhe Atë qip. thuj ai një krejt me em, na me vjen. Krejt. Ajnë, po besoj që në bast alfabetit ja u ka vendosur emrin se i përzin. Jo, si është të përzirë. Shumë këthjelt jam këti, Sa javdijem. t'jeme vojza i ki? I kam qështi 5 vjetë, 7 vojtë, se një ka dekë, kalon 10.000. Po, ngushëllime. Po që ati be shëqëri ki këta tjertë, edhe po besoj kujdesen për ty i ki ofër. Po, krejt kujdeset, krejt do, krejt qëjt e vjekë, krejt. Edhe i më konë shumë mirë, vëllaj, po dishka mrava, si grepa, nuk e di. Një dhe ditë spital, që dhe ditë, ishte mirë. Do shta dhe ndryshimi i kohës. Nuk e di. Që ju kështë thonë trejave, a me bo fmi shumë, ama pak. Jo, da ma shumë, ma mirë. Jo, pasmi, një, dy, shumë i bo me dy, po vëzëlla, a ndeshja, dishka, një desja, me një, shabandi, me pas ma shumë, ma mirë.
A u konë e vështirë me i rritë, atë kanë ndihmu dikush se bukur shumë fëmijë të konë, po nuk kena ditë më mërzit, në rëzu pëse i kim, se si kim, se mu më ka dek burri herët, 5 vjetë, ma kalon qëta, që 5 vjetë i ka, ma i bu. E i këmë rritë me skame, që shku mujtë, se më në rëzu, hajtë bëhat mirë, hajtë bëhat mirë, hajtë bëhat mirë, kur s'kam menu të masë, është të para. Edhe të kanë ndihmu Zotë. Edhe Zotin ka një mu që se 5 shpije i kam, 2 kam jashtë. 3 kam këtu, 2 të vllaj domë, me 3-tin jam, kjeni më se më këshyrë, në lonë, manë. Pas ke djemë të halallit. Më faleminderit. Mirë. Po ju mundë juve ma shumë, mundesh me pushu me ushtri. Jo, në mirë, më s'ki gojnë. Shumë mirë. Tash po flasëm me ju e veç apo kalojmë këni? S'po e munduemi ma shumë jaftan me kaq. Qysh po kaloni? Mirë vëllaj. Shati la duf. Si është si fshat? A mërgjimtore pasi? Po. Shumë i s'ka S'kim qef kështë mi shkun mërgjimtore. Ella, jo më shkun, Po, shkreta nuk ka shkru, më mi shkun kërkaj. Jo, e kam grunë edhe 4 fëmijë, gruja ka me atje me 3 fëmijë atje, unë i morë me një, po i vogli. U shku të dajt, ka po shef, mi pa edhe dajt. E unë jam në Francë, për ndryshe, Ti sa vite? sa vite, prej 2014-ës, deri vjetë, 2025 një kemi marrë letrat, në 2025, do më thonë 11 vjetë jemi konë pa letra, edhe s'kemi ardhë, vjetë kemi ardhë, mas 11 vjetë kemi ardhë në Kosovë, s'më do që jam Kosovë. Si ishte ajo ditë kër u ktheve pas 11 viteve? Se di, me thonë andër, as andër nuk u mujtë me po, di ashtu, po nuk e di as vetë, kam shku, kam nejtë 2 javë ditë, nuk e di ku kam nejtë, krejt ka ndryshu, krejt, sidomos se apet fshati këtu ma shumë jo, ama në qyteti, aty e qendra, i sheshi, ku jëm konë, nëse kom pas punu taksi, di kom jetë sket ato rrugë, krejt ishe ndryshu, mës me pas ditë, di pak se tisha ku jam. E tash, herën e dy, tash pak ma mirë, po kam e shku më do këtë shumë kohë, derisa të stabilizohna, derisa të ndreshna. Se shumë shtirë, vëlloj, me nejtë 11 vjetë, nona herë smut, herë bëj ke mirë, herë ashtu. Gjithmonë me mendjet e nona. Ma shumë të nona, se atje i shumë, po... 11 vite bukur shumë, si ishte takimi i parë mbas 11 viteve me familjarët. Ne i përshkruj pak emocionet, edhe pse po mundemi me marrë me men. Emocionet është shtirë me përshkru. Nona, qysh ju ka prit nona? Ose qka tha cila o kom fjolla e parë që e mbon me? Para se me na prit nona, ju ndollë në aeroport me 7 kere në kam prit as disa 20 veta, 30, të grues edhe të mitë, do me thonë, të djonë të mirë, konë ajo, s'po di qysh me thonë, so ma mirë se kur jenë 11 vjetë edhe vjene, s'të prit kërkosh, ajo është hala dhe ma... Ju e keni pas plot shpinë shëshër Zotit, e ke pas për çka me orë? Po, që ashtu nipa mesash, 70 jona, 74 me nipa mesash, nonës, po. Do të me ngjohë gjyshes, Po. me mbojt atë ritmin. Po. Me pas, shumë me pas. Mirë është valla, po... Zërë pak me i rritë, ma mirë. Rahmetlikja gjysh jam të ke njo si as njo, 2 si njo. Do shta e din, qka po du me to. Po tash edhe kushtet pak po e bojnë të vetën, po mendoj që se cili prej qifteve kish pos dëshirë ma shumë, po e dim se ku jetojmë. Vallaj, unë menoj si ti, ka njëherë, po ka njëherë jo. Se tash po pritojnë me këshyrë, pi do këtë puna, ma prioritet, se familja, normale familja, se që shta edhe nona, unë e kam edhe atë menën e sojna, tash dikush e bën një fëmi, dikush dy, kur si falë Zoti, si falë, ajo është në regull. Po kur të falë Zoti, e s'do me bon, se e bën një, atë smuhet, dhe s'krejt, jetë pa asë një, ty bësë si këfari, shala nuk i ndodhë kërkoj, na? Po me menu që duhet mund me ndodhë. E une, këtu në Kosovë, kur im koni, kom pos 2 vajzat. Tani kur im shku atje, më kanë linë 2 djemë.
pa e menoj dallimi, dy vojza këtu, dy djema atje, po ona prap thom atë faleminderit, mirë që janë që ata, inshallah i ru Zotit tonë, të krejtve inshallah, kush nuk ka inshallah, i këso Zoti i falë edhe atyne, amo pas mi, vëllai nuk ban se ata ngojnë mas punës, mas pares, mas asaj, po parja nuk është gjithçka. Ma shumë është familja se pare, se kur e ki familjen te i ki fëmija rritet, nimon edhe bëhet krahi joti. E nëse s'ki fëmijë me një edhe që ato që e ki t'len edhe aj, jetë vetë, i bjen pishman, se shof plot edhe këtu në përfshat ka një gjallë, ajo dal jashtë, ka me vetë, i smuti, Se cili me obligimet e veta, normalisht, por që kur jenë të hallallet, një, dy është i hallallet. Po që unë jam dalë, se unë mu paskon vetë, unë nuk isha dalë me nonën vetë. Po i kom pas këta vllaznin tjerë këto, edhe jam dalë, një me unë ban mall, nona gjithmonë, ka mall e vladin në për shpe këtu, ose jashtë. Po thom, pap ma mirë me mbo mall, se me ma pas gajlin, apo ka shka me hongër, apo ka me i dhonë së të fëmijëve, ashtu, atana, por që ata unë e kom shku, se i kom pas nona, kom thonë, është i kanë ata vllaznia tjerë, edhe e kalon ma ndrysha, ti shkon vetë, unë që ty kisha net me ta, pa mërë parasysh kushte se qysh janë, a janë të mira atë këshia, prind nuk lihen prind. Maj që kujdeset për prind. Se për mu kom shumë vështirë. Burri këm ka dek, kalon 10 fëmijë, pa asë një tarë në kërkasë. Edhe si ja dole? Heq, Zotin më në vetë, po ne këmë një farë që qatët, që pila që kamarova, të ishën qëta pandirët e më dhaj që përshojnë. Në për qëta, po ne ke kapak, një farroke, benzi jo, kurgja jo, ajo s'mund, që sa në s'me s'keqe, që në shkop që janë e dhe shkën me pare i bi, kam i marrë të një atë pare, pikaj. Në atëherë nuk ka pas asë kësh me të një mund, dikush jashtë, dikush tonë, nuk ka në pas farë. Po dëllëm dhe që shajtë bëvan të mirë, hajtë, ta një mërë pak dhe gjemë të shajtë, i marshin dikush, si kush ka pak, si për se vapë me punua, po dhe, pak e pagushin, pak shko. Kanë mujtë. Ka kanë mujtë vesh mirë, me asë një problem në kom posë. Kuj kom qu, qikat, qatë i kanë mejtë, qatë avena. Djemë që shi ku mërtu, që është problem asë një, alhamdulillah, jetë shqyqyri, jetë i zotit të në, më sporti për qatë. Jem bështet shumë në zëtë edhe ja ke dollë, pavarësisht... Dollë edhe si jam ma mirë, dollëm edhe shqikat, këtë për venat mirë, kanë fëmi, kanë nipa mesa, ju kanë bërtu edhe nipa të shi. Edhe unë halo, që ku e kom rinë. Halo punoj në përbashë, që vetë halo. Ka pak unë, ka ma këllaj, tani aje, në ri që të. Se mundesh me jetë, se me lëviz vetë kretë. Me lëviz, me jetë, me nejtë, me punu. E se vjetë vëlloj më lishtu, pak. Shumë, 5 vjetë i kanë fëlloj. Dere sa të mësosh me këto temperaturat e larta dhe dikur prap del mboshe. Po, apë dalë, jo. I kap kënë shpinë edhe shkoj këja nenë. Nuk mundesh me nejtë, po 93 vjetë, me dalë me punu boshe. E si të qona pak, lërgohet, edhe dhim të pak, edhe s'mujet. Harron pak. Harroj Sa i shtrim, i qanë me të gjithka. Qashtë, e pikena të në të mire. Shëqër zotë. Po, dy gjemë t'i konë punë, burin punë, një qikë punë, një ka martu, e ka në Francë, 4.000 ka. Shëqër që mundi t'u ka pagu. Po, shëqër. I kje vlad e hallovet. Po, valla. Kritë fillim, po? Gjithë murë, gjithë mirë, u konë për më gjithë. E mirë jetë, u konë shumë. Kritë në fillim ma përshkrujtet Ladoven kur i një këty pas 11 viteve. Qka ju ka duk mas interesante, ose
çka ju ka mërzit më shumë, rrugicat në ndonjë vend. Si e keni po mbas 11 viteve, keni pas pritshmëri që keni me gjetë ma bukur, ma mirë, apo Kur e këshësha, se rrisha shpesh në telefon edhe këshësha në Google, në WhatsApp, këshësha qysh doket me dronë, ka i kanë bon ato farë videot, më doke shumë mirë, më doke ma mirë se në Francë. Po edhe tash, edhe këto nuk është keq. Rrugët janë dëmtu, po ato rrugët riparohen. Mu mbroj ke synin ma shumë që për rreth rrugës nuk i kanë pastru ato borit, nuk i kanë heke. edhe mu që jam avrat synin mas shumë. Se, shembull se adi vesin se dalimin me Francën me këtuin, nuk dalojmë shumë, ne bile kemi shumë përparësi, ma shumë se ata, po ata i kanë ato që adi e mirëmbojnë mirë, se na kemi shumë gjona më të mira që ata nuk i kanë. Kur unë ja u thom atyna, ata krenohen shembull me tonat që i kem. Po veç ato, adi se ato nuk janë një sen që nuk bëhet. Se nëse nuk bëhet, s'bëhet. Na jem shtet, ju mos të shtet, po jemi liru në 2000, në vitin 2000 tek ne, ma ne e dim se ku shukon. Ata që në konë ma herët, ata s'kan këshyrë kur me regullu diçka e me bo diçka, po ata kanë këshyrë veç me morë paren, me qu të veni vetë atje në Beograd, në Serbi, po në Kosovë, që në Serbi, edhe ashtu, ata s'kan menu ma shumë, shembull për një tardhë me këto. E tash na mas luftës, i kem na 20 vjetë, 26 vjetë për i mas luftës, 2008 në pavarësia, na nuk mujna me mëri me njëherë me ta, po, kemi mëri ma shumë, po, për këto shumë kemi mëri ma shumë, pse se këto nuk janë shumë sen, ato veç me mbajtje, se ato tjera sene nuk ka. E ta shembull me prun një francez apo një dikon këtu në Kosovë, kur e she jetën që she jetojmë na, aja s'andër nuk e she atë jetë. Kur i thomune që na arrim deri në 2 natës, 3 natës, në për restorane, nuk flejmë heq, atje në ora 7 mbyllen, s'ka kur gjanë. Leve çka blete? Po, në të shtëpia rresh, se rresh sot rrit, edhe në shtëpi i shkimin edhe dritat, bile nuk hargjojnë asë rrim, edhe që ashtu na për të rrin, me një dritë vogël, me një qiri, që aty e hanë do boksi, sandwich e bojnë ditë natë, saban drejk në akşam, që ashtu e bojnë ata, edhe komuna, shembull fshati aty nuk i lon dritat dhez, si na që i lon të natën. Po, do me thonë, dimrit, në ora 9 i fikin dritat, s'ka heq, as në rrugë s'ka drita, heq kur gjo. Dhejt nesrit, verës nuk e dhezin ma heq, as dhejt në ora 9, se në ora 10 dritë është atje, e ta shtojnë në ora 10, shkoni bini fleni, se keni me shku në punë. Do me thonë atje s'ka që të shsen, veç në punë edhe në shpe, me një qire rreq aty natën. Jetë në korniz. Shumë e kufizume. Na të falenderojmë shumë, Edhe unë shumë. se ju kemi mundu pak, e mundesh me vazhdu pushimin. Jo. Ishte shumë kënaqësi, Zoti do shëndet edhe një 100 vite. A i ki bëll? Që karon me Faleminderit shumë. Po e këshyra në rinë. Faleminderit shumë. Ndërkosh edhe ju, faleminderit që karon men për mu që jam dikon që. Po qysh na bjen në mend se kritë si gjyshe jeme për ma qënë mollën. Jo, po, vëllaj. Po, alhamdulillah, këtë gjyshet janë të mira. Këtë gjyshet, po tashën se kam as një mo. Apo po është gjyshe jeme? Po. Ani, që, zyrtarisht. Me që të mim, Edhe ti qika jeme, bon edhe në gjyshe. u bono në qika jote. Unë im bo qika e krejtë Kosovës. Alhamdulillah që të ka falë zorë, ka që të mirë, ka që të meshme. O, e mire me të spirë. Ja, po. Hajgore, po boj. Jo, mirë shumë. Faleminderit shumë. Shumë. Kur shumë një e din humorin tem, kur shumë një shpresoj të më njohin, me se mi ne po freskohemi edhe për pak qaste në këtë familje, e na pretni në pjesën tjetër të fshatit. Elhamdulillah. Ja, për juve që keni
falenderoj banorët për këtë ngrohtësi familjare që na ofruan këtë në fshatin Lladov. Ne po kalojmë në pjesën e trotuarit. Me qenë ma të sigurta, jeni të e pa lëvizje ka bukur të shpeshta, me që jemi në rrugën kryesore, po shkojmë kështu drejt, ma afër shtëpive të tjera, po shpresoj që kemi me pas fatin me taku ende më shumë banor dhe me na tregu edhe më shumë sa i përket fshatit Lladov. Jam të e pa një garozha Benz. Këto makinat, wow, wow, të bre. Për rregullimin e makinave, nuk po shkojmë, po vazhdojmë drejt. A ke mërë në lokal dikon? Kafe, a? Jas po pim kafe se nxehtë. Në anën tjetër, një objekt i pashfrytzuar nga ajo çka unë po shoh, a pas ka me u hop diçka, nuk e di, po e lem kështu pikë pyetje se nuk e dimi. Me rrugë, pra, janë duke i riparuar rrugët e fshatit Lladov. Për ndryshe fshati e ka një peizazh të bukur, është shumë i rafsht, fokuson di shtëpit. Mbase ja qëllojmë do një mërgjimtari në fokus shtëpin dhe po ju bëhet qefi. E sidomos për ata cilët nuk kanë qenë në vendlindje me vite. Edhe pjesa e trotuarit pas ka nevoj pak për riparim. Dika kështu si ma përpjet, dika si ma drejt. Po mirë që pas kanë trotuarin. Vetëm në njërin anë, në dy anë, botë shumë, ngushtohet shumë rruga. Pjesë shumë e bukur e Lladoves me shtëpitë e bukura. Shifeni se sa sipërfaqe e madhe ka ky fshat, edhe gjitha shtëpitë janë ndërtuara në sallën. Rafsh. Perfekt. Gjatë gjithë kohës njerëzit i shenë vizje, po që kanë qupesh me këta bagera, me këta çka ju thujnë këty në farë makineri të ndryshme. Jo lumt, janë shumë punëtor, provojmë t'i përshëndesëm me që janë të punu, me pas ka një shishe uj me ja ofru, po s'ka mas për veti, market ende s'kam pa në fshat, shifeni se sa shtëpitë e bukura përveç kësaj po më pëlqen pjesa e rrethojes, po e them murit, qysh me qujt, e rëndësishme, e ka shumë të veçantë me kështë me drum, shumë lezetshëm, edhe ndriqimin përveç të tjerash, e ka kush ka lënë këndej ndriqimi jo lumt. Një tjetër shtëpi e sa po ndërtuar duket kështu, a? E re. Bashkën e pas kanë punu, pas kanë mbill domate, patligjona. E di se është njëjtë, e di. Me kaste thash. Kompira, patate, qepe dhe kep. A nuk kanë këta uj sillësin? Me poseta, me bunore. Në këtë fshat, inshallah nuk i mungon uj sillësi. Sa shtëpi e bukur është shkolla kjo? Shkolla fillore. Gjithsesi do afrohemi edhe me afër objektit, por nga larg po ju tregoj që është shkolla. Sa shtëpi e lezetshme kjo. Va, fokusondi. A mune me hi breknej? A prish pun, hajdi. Unë nuk e di se si po arri me folin këto temperatura, veç i lumi zot po ndihmon, por ja që vetëm mos me ju mungu emisioni me pas. Ju gjdo dit në ekranet e juaja, po dolëm, po ballafaqohem me të nxit pishinin e paskem, o pa u gjujt live se lo. Paska që uri qëtë. Perfekte paska. A do një musafir? Faleminderit shumë. Tash po gjuhna live. Në pishin.
Së shumë nxehtë. Pse e ke bo këtë pishin se po lakmojmë? Përshëndetje, mirë si. Ju si jeni? Mirë, jeni Qysh mirë. po kaloni? Mirë edhe na me u lodhjo, por nxehtë. Nxehtit po e bot vetet. S'ka me po, nxehtë vera. Po, nëzër me neve, je ftoft, je nxehtë, je shi. Shikur po, ftof, tash nxehtë. E vërtet. Qysh po kaloni ju? Mirë. Kryesisht Shati? mirë. Si është? Kryesisht fshati mirë, është fshati qetë. Jena gjithë kusherin mes vete. Kemi raportet mira. Kryesisht më thonë se një fshat i vogël i komunës tonë është i pastërt, i qetë. Gjithçka është perfekt. Ka diçka që nuk shkon brenda fshatit ndonjë parregullsi? Deri tash nuk kam një që diçka ka të keq, me gjithë fshati edhe Njerëzit janë në rregull, po. Gjithë mirë, edhe nuk ka që kena pas diçka, nuk kam një që ka diçka të keq. Përgjithësi ju Gjilana se të jeni njerëz kështu të qeltër, të butë. Në trasht. Po, respekt për juve, se e meritoni. E kisha fjallën brenda fshatit, kështu ka diçka që nuk shkon sa i përket strukturës, ndërtimit, ka nevojë për investime, ndryshime, për çka keni nevojë, çka mungon brenda fshatit? Kryesisht për investime brenda fshatit, kem nevojë vazhdimisht me mbajt infrastrukturën. Për shembull, si problem kryesor kisha mund me thujtë na është shtrati i lumit, nuk është i pastrum, nuk pastrohet prej komunës, kisha pas qef më mirë mbajt ma mirë, edhe kushtet mrena shkollës, kushtet higjienike më konë pak ma shumë të kujdesshme. Pra këto janë një dy probleme madhore, që nuk mundemi me i anashkalu, sidomos kur rriten Mana këto probleme tjera, ka në e par probleme të vogël, po atë këto janë të vogla që i kalohen, edhe kështu na jetojmë, aftën tash. Asfaltin është në riparim, gjysmë me asfalti, kështu ishin të ja u harnu, mirë. Ma mirë ashtu se me grupa. Po, ajo rruga atë është rrugë që me nëmban komuna, edhe rrugë regionale, ta tojnë herë prej komunës e për ministrisë, për tash në nuk e dim, vazhdimisht riparohet, nuk është që bëhet një rrugë e reja. Ka nevoj kjo rrugë tash për tash me u zgjeru, ka nevoj me u bo një rrugë komplet e re, po metët të shohëm. Ka rrugica që nuk janë të shtrume ende në këtë fshat? Ka pak, jusha. Shumica janë të kryme, përfundume, po ka dhe na e të këtë tash fshati është të rrit, ka shtëpi që janë shtu, ka nevoja. Unë e di sakt që janë një 4-5 rrugica të vogla që do të me i shtruhet, nuk e di pse, se kuptoj pse komuna nuk merr hapa për me i përfundu këto. Dini me më tregu sa është numri i banorëve momentalisht brenda fshatit ose i familjeve, për afërsisht. Sa familje munden me konë? 100, 200? Si shtëpi, dikon rreth 150 shtëpi ka fshati, ndërsa banor nuk mëj me ditë sakt për shkak se shumica ose mëj me Ka bo lëvizje. Mbi 40% jetojnë jashtë. Ose ndoshta edhe 50% që janë në gurbet. Jo, a jeni një prej tyre? Jo, unë jam këto. Kështu se ma jep atë ndjesin se jeni mërgjimtor. Tash po kalojmë. Gjithë në familje se kem mërgjim, po unë jam këto. Po, e disha se diçka ki, anej. Jeni me punime, qa po punoni konkretisht? Jam të rregullu oborën, edhe rrugën Edhe flasëm edhe shumë i marrën pavit. Sa bukur e pas ke bo, peshinën. Sa e ki hyrjen? gratis. Sa? Gratis? Ku të gjojmë na gratis. Shumë bukur. Vetë vërtet jenë të lakmu. Se ndoshta edhe në gjatë. Shtëpi kjo, në fakt, të qa ki plan? E kem bo një verand, një pushimore gjatë ditës, me dash kur kem po me pushu. Për ndryshe këtë pishinën në borën ma shumë e kom bo për fëmijët. Edhe vikendin me kalu në fshat me ndi. Se, ku po jetoni kështë ju? Na jetojmë edhe këto në qytet, po Pak aty e pak të... pak. Ta shte shumë, nëse na pëlqen ma shumë të rrim këto. Shtëpim për ndryshe shumë e lezetshme, kam komentu qysh nga larg, kur e kom po, është një plan shumë i bukur. është një shtëpi modeste që i plotson nevojat e një familjes komplet. Për një familje mesatare është komplet. Këtë pjesën e vorrit jem të ka rregullu.
Na kanë me të oponime, po besoj që gjatë verës do t'i përfundojnë. E pas keni një pjesë bukur të madhe, egzofshit. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën, faleminderit Shumë që na pritet në u bërë, ishte knaci. Faleminderit shumë. Punë të mbar e mos u lodhni. Faleminderit shumë. Miro pofshim. Mirë, Me punë, shpojeci? mirë, me punë jemi të kënaqë shumë. Po ja delni? Po, normal. Temperaturat e larta? Temperatura nalt, temperatura poshtë edhe. Nalt dhe poshtë? Po, në dy ondë. Apo ecin mirë? Shumë mirë. Keni gati? Edhe pak. Vetëm këtë rrugën kryesore? Rrugën kryesore. Nuk ka nevojë të tërkon, a? Ja, Rrugica për momentin ashtu? jo, atë që na kanë thonë. Po dhe qysh është jap urdhni ashtu e Normal, vazhdoni? zbatohet. Po. Si është jeta në fshatin Ladov? Në Ladova është jeta shumë e mirë, por nuk jetoj këtu. Ku jeton? Unë jetoj në qytet. Shen qytet. Po. E pse e ke lënë? Po e kalon që tërkosh, Ku është i tërkosh? baba, Ah, baba. baba i ka fajet. Baba. A është baba gjollën? Ja, valla ka shkua që. U shkua, nuk Po, kthehet shku, më. ja zjen mo. Ja E pse zjen nuk mo. po ktheni prap në fshat? Po s'kemi ku me shku, ku me shku. E ka- Tash i keni bë kushtet atje, Po, po. apo jetën banesa shtëpi? Ja, shpi, jam i knash, jetoj në qytet. Sa shpesh po e viziton fshatin Ladov? Valla, fshatin Ladov na veç me punë e vizitojnë. Aha. Po, veç me punë. Ç'është duket kur vjen këtu me punu? Po mirë është bem, falenderit për këtu për fshatit, na presin mirë, na respektojnë, na e krymë punën tonë, qështu. Sa vite je kon këtu në fshat? Po nuk jam për këti fshati unë. Si nga fshati Ja, Ladov nuk heqa? jam, ja. Nga cili fshat jeni? Unë jam për një fshati që ne Aha. fshati më që babë. Mendova që jeni nga ky fshat Ja. dhe e keni braktisë Ja, fshatin. ja, nuk jam nga Do më ky thua ju vetëm me Veç me punë me jemi, punë me veni punë, këtu. po. A e njini fshatin me ty diçka, a ju? Ja, për këtë fshat s'moj me folë. se Njerëzit se- janë të Të mirë. mirë. Po, mikë pritje, kemi na respektojnë, krejt. Mundesh me na tregu për aq sa edhe Sa edhe një, një, po po. dhe sa të vjen me kalu kohë me ta. Veç dhe shta vjen mirë që takume. Se i Graci. përcjeli emisionin tonë. Faleminderit shumë. Kalofshi. Përshëndes, punë të Ditë mbarë, mirë, mos u faleminderit. lodhni. Gjeni që ka një hije. Freskonë. Miro pofshim, faleminderit shumë. Edhe pse nuk ishte banor i fshatit, pati dëshirë me na përshëndet. Faleminderit. Faleminderit gjithë atyre që tregojnë respekt ndaj neve dhe si mund të jetë ndryshe pas respekti ndër sjellë. Kam e shku që tash, kam jamojt, jam të i pa disa lapidar, nuk mundemi pa u afru edhe me i lexu emrat. Në fakt, nga jo që ka po arri, janë martir të liris 2, 4, 6. Në mesin e këtyre martireve ka viktim edhe e gjinis femrore. Lavdi, cilët e kanë dhënë jetën për lirin që ne sot e gëzojmë. Po vazhdojmë, na ka mbet një rrugic kënej, anej, para, apo shkojmë kënej? Hajde, po i morëm pamjet, nëse takojmë do një banor mirë, nëse jo, gjithsesi fshatin do e keni. Jemi të e pa një market, që është brenda fshatit, gjë që më gëzon shumë mu, kur isha marketat, sidomos tash në sezonin e verës, na e lehtëson. Por, familjet janë ato të cilat vazhdimisht na sillin pije edhe prapa kamerës. Faleminderit shumë. Desha me kalua nej, po jem të e po një qenë, nuk e di është i rrezikshëm. Varrezat e fshatit, gjë që nuk kam dëshirë me i pas në fokus. Shumë posh drun këtë fshat. I pas kanë kështë prioritet drut, me siguru dimrin, patrymë mes patrymë, druti kanë, shumë mirë. Sa e bukur kjo pjesa edhe këto pemt, o t'him pak në rhije, o që ta është i kryt më ka të rëllovë. Ti shta mull pak, po nuk po ullna. Se i kam pantullat e bardhë, tani më do të me ndërprej gjrimet,
ku edhe kryt po më kruhet për nxehtësit. Shtëpit e bukura, këto planet, mini shtëpi, pra një katë që janë shumë të lezetshme dhe si shumë kanë fillu me i praktiku në fshatra. Ju ku më thonë, ndërtoni vetëm një katë mjaftën. Pse ndërtën 3-4 katë e dryni ato shtëpiat po prishin kur nuk janë njerëzit aty? Falë që po ju përzina, po ju e dini që s'me i pa u përzi pak. Që shto e kam profesionin. Po më pëlqen pjesa e pushimoreve në një vend shumë perfekt, përveç kësaj, mirëmbajtja është nivel. Mos harrojmë me cik, fshati e ka një pastërti të dukshme, e cila mirëmbahet nga vetë banorët, respekt, ju lumt, ju lumt. E tashmi që mi ndodhemi pranë shtëpisë e bordh, jo në Amerikë, po në fshatin në Ladov. Nuk do në koment, a? Ondit vetëm i mbetet me i marrë pamjet e bukurat e këtyne 2 shtëpijave, a janë 2 po 2. Se mboni zhurëm, e se di sa po ndëgjohemi. Perfekt. Pa. Ani kur po e shë pishinën këtë, zot, rumi metë. Si që ju premtua live në pishinë, unë e pronori nuk po e gjejt, pakten po e shijoj ujnë e freskt, tash kur të shë emisionin e përshëndesëm, tash unë ju mbo bije gjdo familjen, nuk më thojnë kur gjo, a? A po i nolë që të kamira gjuna si peshk njerë? O masë si kam edhe do të isha me veti, se kishit pojë. Ju lumt, perfekt, shumë bukur. Ndër shtëpit edhe u borret ma të bukura. Shtinja një lopsin, sa miliona kanë hynë këtë në këtë barë. Ha? Njo, a? Ju lumt. Hajde po shkeputemi. Vazhdojmë rrugëve të fshatit. Në fakt, ky fshat nuk është i përber nga lagjet, pra është vetëm një fshat, nuk është i ndarë në lagje apo fise, nuk martohen me zveti. Ka dhe nga të ardhur, për ndryshe fshati ekziston para 150 viteve, mos më shumë. Ju kërkoj ndjes nëse diçka mik pa e komentu, për shkak se e kemi ende shumë të vështirë pjesën e xhirimeve. Kur na bje dielli syve as syzat, as kur gjë nuk mundet me i bo ball, edhe kështu që po munduhem mos me na ik as edhe një pamje e bukur nga ky fshat. Ne po provojmë në këtë shtëpi, po duket bukur me lula, po thrasëm, të shohim apo gjejmë ikpritje edhe në këtë familje. As dikush. Përshëndetje. A doni mysafir? Mirë si ju gjetëm shtëpia e modhe, po si jeni? Kemi dalë me ju pyet diçka për fshatin? Jeni mirë. Si jeni? Si je? A je mirë? Si je? A u lova? Nga pak. Mirë, faleminderit. Ju me shëndet familjen? Me shëndet, mirë jeni. Vjen mirë. Punët si po ecin? Për Marak. Shumë, po qysh kanë me ecë ndryshë në Gjilan? Në Gjilan. Shumë mirë, në fshatin nga do mirë po ecin. Fshati për ndryshe ishte shumë i bukur. I pëlqej, po besoj që ju ka pëlqyer. Do shta dhe njerëzit e kanë bo ende ma të bukur, se në fillimisht të shikoj njerëzit. Po, tjetër se po. Po, njerëzit tu janë të mirë, të qetë, të sjellë shumë punëtor. E vërtet. Po, besoj që keni hasë dikon tjetër, sigurisht. Jemi knoq. Ju kanë prit mirë. Po. As nuk diskutohet. Kryesore na vjen mirë që ju kanë prit mirë. Do pasqyrohet një fshat super i bukur. Fshati është i bukur, po tash rinia po na ecë, ka pak, kjo po bën vallë. A kanë betë rini se po shok, shtë për shkak këtë djalë i ri? Kanë bet, po. Po. Kanë bet, po jo dhe as shumë se sa është, sa ka qenë.
Po, Mirë Normalisht. po një pjesë janë largu, po një pjesë janë, edhe pse ka rini dhe rinia është ka ecë përpara, janë ngritur gjithë fshatit, domethënë ka rinin jashtë ngritur, se kemi si nga ona e fushës të mjekësisë, kemi mjek që janë prej këtij fshati, kemi në fushën inxhinierik edhe këtu me kompjuterët, me teknologjisë domethënë. Edhe aty kanë ecë përpara, ndërtimtarisë, edhe këto arkitekturës, domthon për gjitha përlamive ka, domthon në fshatin ton ka njerëz mjaft, domthon që janë mirë, po puna ke be bon atë handicapin, domthon që po na mungon. Se për kryen shkollën nuk gjen vend punës edhe i detyrohet detyrimisht domthon mu largu pe fshatit, me gjetë dikon punë tjetër, me shku dikon tjetër. Megjithëse mirë është po. Për ata cilët janë po. Për ata cilët janë, domthon, të rritë një pjesë e madhe, kretin janë na për punë, ka shumë pak, thujese edhe heq që nuk janë pa punë. Po, domthon, i shkon më mirë. Punojnë punë jo në atë profesionin e vet, cilën e ka përfunduar, e ka kryer domthon atë fakultet. Mirë po punon me një punë tjetër, për shkak që sun po angazhohet, sun po gjon punë. E rëndësishme është që të gjithë janë punëtor dhe sikur të mos ishit punëtor nuk i kishit këto ndërtime kaq të bukura. Këtu krejt që e në bakë të jenë bën me forca Vetanoke. vetanoke, se një pjesë e madhe është gjindet jashtë, gjindet në Perëndim, në Sa Zvicër. parafërsisht është përqindja e mërgotes në këtë fshat? Në këtë fshat është e madhe. Domthon çdo shtëpi, unë besoj që çdo shtëpi e ka mas pakti një në Perëndim, mas pakti. Unë jam i një 3-4 shtëpia që s'kan familjar, se shumica është Perëndim. Zvicër, Gjermani, Austri, Edhe mërgota e ka bot vetën, kanë kontribu për fshatin edhe është fshatin sjesht. tonë, gjithsesi, mërgata e ka në kontributin e madh, se është për kujdes për mirëmbajtje, në përkujdes për ndihma, domthon kush ka pas nevojë. Fshati ishte shumë i pastër, vazhdoni me pas mirëmbajtjen apo vetë ju banorët? Na banorët zakonisht domthon e kemi mirëmbajt na vet. Nuk i keni dikon që e paguni kështu? Jo, e kemi pas, po tash për momentin domthon kemi bën një disa marrëveshje me komunën, e tash jemi të pritje ata me na. Por e rëndësishme nga kjo pritje, ju e keni mbajt fshatin së gjithë pastër. Po na jemi mundu, domthon e kemi dhënë atë maksimumin që me majt pastër, domthon, është keni në përfshatin e keni pa domthon se si është. Dhe pritjet edhe më mirë, megjithëse tash kjo është pak ai handikepi që nënmjet komunës edhe neve. Ajo lufta. Ajo lufta për jo për pushtet, po për E qartë, ata cilët e kanë dëgju bisedën që nga fillimi, po besoj e kuptojnë për çka e kemi fjalën. Sigurisht. Edhe na po mundohemi domthon prap me kontributin tonë që mos mundal me aktivitetet tona. Edhe kështu që na po mundohemi me heste para sa të mujmë. Veç vazhdoni next. Një komunë si Gjiloni, që vazhdon me i mbajt traditet për atë samfaron në fshatrat e ndryshme, jeni njerëz shumë i kprica dhe dashtëm. Po vazhdoni apo të pakten si po e sheni në rini, në brezat e ri, sa po arrini me përcjell. Me përcjell. Na po mundohemi me përcjell, po rinia, unë po flas për fshatin ton, Po. domthon rinia në fshatin ton është shumë e mirë. Megjithëse domthon se probleme nuk ka, domthon edhe rrin bashkë këto në kohë, domthon kanë kontakte me vetë, domthon kjo e bën atë mirën edhe domthon edhe neve na bën krenar na si prind, domthon që na e kemi domthon e përcjellni këtë traditë edhe të fëmijët, po edhe domthon nuk kanë probleme. Këtu domthon se ka fisë ndryshme, ka domthon nuk janë njëjtit fis. Po, nuk janë një gjak. Një Ka gjak, dhe nga po. tordhën. Po, ka tordhën nuk ka, janë vendali. Fshatrave në thanë po. kështu. Nuk ka, këtu janë domthon venali. E kemi domthon vetëm 2 familje, cilë domthon po dhe ata janë thujase Tash e mbot jo, të vendali. po janë këtu krejt fshati është i vendosur me vite. Domthon këtu që kjo na ka bën neve që na jemi rrit, domthon sikur që jemi të afërt njëri me tjetrin. Domthon kur dalim këtu te parashitorës apo te kafeteria aty, në hyri, Nuk dallohet. domthon nuk dallohemi, kemi atë edhe këtu domthon deri sot ende martesa nuk ka, domthon mes veti, është një fshat, jemi sikur familjar kështu, edhe pse si jemi në gjak, po jemi familje mes veti.
Sa mirë, shej dhe Dhe kena sveti. bon neve ma krenar, me një anë që Po të se Kosova e madhe o gjoni, tjera Po, vene po kjo e bën ata të vetën, do më ata fërsin me zveti që të mon për çdo sen na ndihmumi me zveti. Jeni për njëri tjetrin është veçanti e fshatit, Po. që mos me ju mbajt ma shumë se dhe shumë nxehtë. Pyetja e fundit, shkollën, energjinë elektrike, ujësillësin, rrjeti i kanalizimit janë gjitha në fshat, nuk keni probleme? Ka pak ngecje këtu, se është në pjesën tjetër ku të kalon një urën, nëse ju ka rame, do më këtu në fshat, do më si të kalon një urën këtu, është këtu ka një pjesë që është e mbetur ende pa kanalizim. Na kemi bërë disa kërkesa të autoritetet komunale në Gjilan, që me shtyp proceset përpara. Edhe ende nuk kemi zgjidhje. Përgjigje dhe mënë është nuk ka mjetë buxhetore, kështu në kanë thonë, mirë po pëse që mjetët buxhetore. Inshallah sa më shpejt. Është për fjala për një pjesë të kanalizimit. Një pjesë, disa rrugica të vogla këtu në mes të fshatit ku deportojnë në për lagje, edhe aty do mund janë disa sakaqe ne që ju thëmi. Ja, ne ju thëmë, sokak. Ato do mund me mu asfaltu, edhe kështu që do mund me ecë në te para. Janë disa pika të vogla që do të... Për mësysh që keni ato. Po, që do të komuna dhe me na intervenu. Nuk është në dorën tonë, na sa i përket anës kërkesës, apo... Gjitha i keni kry, qëka ju takon juve? Sa i përket anës tonë, do janë të kryme, se i kemi proceduru që është regulli, mirë po ta shpresmi vetëm për komunës ata kur intervenojnë. Kështu që... Sa i përket anës tonë... Po shpresojmë që sa ma shpejt kanë me ardhë dhe me i regullu këto mini problemet vogla. Na po shpresojmë dhe po presmi dhe më onë se jemi kështu në të fatin e tyne, me një në nanë. Po me tjetër në nanë, sa i përket anës tonë, na mundu me gjithë mund me bashkëpunu me komunën. Nuk do të thotë që ata me bo këtë punëve. Nëse është nevojë edhe na me participu, vetëm të arrim qëllimi për të mirën e bashkëfqatarëve, qytetarëve, do që me pas një sa më të mirë. I keni dhënë ca përgjigje për qefi. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit dhe ty suksese dhe juroj gjitha të mirët sa ma... Veç për para. Veç për para, po Na kështu. bën halal nëse ju kemi shqetësu. Halal ju qoftë dhe ju neve. Miru pofshim. Miru pofshim. Take. Ciao. Mishe mi largohemi nga një tjetër familje super fantastike, mik pritse. Po e vazhdojmë pjesën e fshatit, ju thash krejt në fillim se me ardhë në Gjilan, e mos me mprit, zdi. Është e pa mundër të më thonë, faleminderit për zemërsisht, për jetësisht, nuk di se çka të theme, ne po vazhdojmë na kanë bet edhe disa rrugica, më duket kështu se fshati ju kam thonë me fillim e ka një shtrirje shumë të madhe, i ka dikon 3 orë në rrugëve të fshatit, po shpresoj që kemi sjell sa do pak gjëra të mira edhe të bukura, sa i përket fshatit Ladov, në ato tonin jemi mundu, po besoj që jeni të mujtë me vrejt. Por njerëzit janë ata të cilët e perfeksionojnë emisionin, nuk jam une, janë banorët e fshatrave gjithandej Kosovës. Sa shumë gjëra të bukura që ka brenda fshatit, unë sa po shkeputemi nga ju, përsëri po më dohet me u kyç, me ardhë këtu dhe me komentu, është objekti i xhamis shumë i bukur, përveç të tjerash e ka dhe u burin fenomenal. Pas tërti një mini kënd i lodrave për fëmijë, shumë bukur. Shefeni se sa pas tërti ka fshati. Shefeni marifet me sy. Qka po shenondi? Sa lezet që me pas kam bo strofologun. Shka kështu me zoomin matë të mund shumë të kamerës. Ajo që po ma tërhorë syrin është edhe valvimi i flamujve. Është flamuri Amerikës, ky i dyti nuk jem të e pa sakt, i Shqipërisë edhe i Kosovës, cili? I Zvicrës, se ai kryqi pas kam bet, kështu, ju pas ka palu, nuk arrita me pa mirë. Po kënaqen. E pas kanë edhe pjesën e ku e morrin abdesin, a? A këtu i presin të pamet. Po dhe këtu abdesin,
edhe oda e fshatit, pra, ku i presin. Përshëndetje. Po si jeni? Në mirë si. Dorontina, a je mirë, a jeni lumë? Ramadani. Vjen mirë. Falënderit. Ka ishi të shku? Në xhami. Fshati Lladov, kam dalë se të me gjëru fshatin Lladov. Bili shumë mirë pas një mu. Faleminderit, hajde punim edhe në xhami. Në herë para qipri, para televizionit. Veç të regam se në vit çdo ditë. Ani? Qysh po kaloni? Po mirë, bre. Po si është fshati Lladov? Që, sukur shpesheni me Shumë i bukur. me një pesazh bajgit mirë, Hajde, ordani. me një ndërtim të mirë. Krejta në rregull, Njerëzit e mirë, njerëzit e mirë, shumë bukur. Njerëzit shumë mikprica, shumë dashur. sa mirë. A ka diçka që i mungon fshatit, ose a kështë pas dëshirë me ndryshu diçka? Zotin, ajo të mirat nuk kanë kufi, po mirë po t'i krasoj me vjetë që i kum kalue, që shka qenë fshati. Na trego si u konë fshati dikur. Dikur, që të pare u konë një rek, ma në fund të konë një mullin, poshku, qytetarët blushin, që tash kanë ndryshu krejt, kanë ndryshu. Kanë ndryshu për të mirë. Për të mirë. Kejtë të varnët jënë konë me qërpesh, që të valët. Do të thë me pleme me. Sot nuk i jasë një duvar, nuk i jasë një shtepi. Kejta ndërtim i mirë. Diaspora ka po ma shumë, se gati thuj se 70-80% janë diasporë të rritë. Kë ka met pak me të më shumë fshati. Une, gjatë kohës teme, kur kom qenë në shkollë, i di fshatin me 27 shpi, a jena konë me një paralele, i konë 2-13. E sot janë 140 shpi, një paralele e klasës parë, i poseton 4.000. Do të të emigrim i madhë. Shkaktar, nuk e di, nuk është bashkëqashja që është në skame. Popolata, mirë po, ja kanë marrë lakmi kësaj mërgimit. Edhe pju duke se që janë gjitha të mirat. Mirë po me tash me punu edhe këtu bjetan. Nuk mund që i ka ai që punon edhe tarnat punin më konë më të mira. Por vetë se këtu mundesh ndoshta me punu, po ju me bo aso pasurije të madhe. Pa që ta është normal, po nëse është pak ekonomist, nëse runë pak parën, sigurisht se edhe diçka do të rindërtoj, do të punoj për të mirën e familjes, nëse se runë parën, edhe në diaspor shko, edhe ku du shko. Ajo ka më u hargju. Ajo ka më hargju, parja shkon. Unë për veti, djallën e madhe kam në Amerikë, rejen e atje ka magjistruria, ka 2 vajza një djallë, ka shpijen e vetë, shkojmë me shoqën, ka 4 muj, 5 muj. Jeta, thuj se atje, kuptohet, është Amerikë. Gjitha të mirat janë. Mirë po vendinja nuk krahasohet me kur gjë. Mundin me ardhë vizit? Vinë për çdo vit. Bili djali vjen për çdo vit, a nipat e mesat vinë në çdo 2 vite. Si vjetë e kanë planifikuar me ardhë, që edhe na bash kanë gjetë edhe haxhia. Hajde haxhi këtë! Gjemati i xhamisë. Edhe pak e shku, ma? I kena bota vite, i kena bota vite. Aty sa të ka thoi lumi zët. Po qati, veç ai. Shumë mirë, E shumë mirë. mëne, do të thëmë, punu pak në arsim fillim, se normalisht më qenë, të në shkollën në lartë klasor, mësa ne u pata inkuadru me një kombinat bujqësor se di i ka i tjeni, ka qenë Mladosti, të në mas lutës kombinati
ujësor, vështirë. Aty kom punu këtë kohën tjetër. Mirë po në kanë anashkalu pak neve. Nuk ne kanë pranu atë përvojën e punës. Pak nuk e keni në zonë. Nuk e kena në zonë atë... Fatkeqësisht. Po, e kena met me një pagë. Me një penzion. Me një penzion tullë. Mirë po, kur që është krye pot, mirë është. Mirë është. Barabar me shoqën edhe se ka punu punë në shpe anvise edhe une një pimormi. Po veç aja ka bo punën ma të madhe se ju, është morë me fmi, me punë shpis, me mysafir. Na jemi njësit. Në punë njeri knoqët, unë e ma shumë lodha në shpe kur t'jem, se në punë. Krejt po lodhë, që tash përsho vetën që po lodhë ma shumë që i përrije. Unë e thëmë, hajde dalëm punë të përshojmë pak. Normal, me punu edhe jeta është ma e letë. Se ma shpejt. koha kalon, kini rrëth ma gjanë, kime ka me komuniku, gjitha janë ma të mira. Jenë rrjedha. Në rrjedha e tjetër, sa kështu, pak njëri izolohet. Ana kur të plakës, duhet thjesht ana me marrë një koje, këtë tjetër, janë gjamien, janë çështjen ma të ngushtë. Kanë betë shoqni heq. Po, në kanë vetën do, që si generatës teme. Kanë Të vetën. dëshiroj shëndet e jetë gjatë. Falemderit edhe pijuve. Për kohën. Falemderit pijuve. Jes po e kom. Ishte shumë knaci. Falemderit. Faleminderit. Faleminderit Ditën e shumë, mirë, kopshi për të faleminderit. mira. O Haxhi, apo ki qef me fola ju? Ani ju përshëndes. Miru pafshim. Gjdo të mirë, edhe ju. Se cili njeri sot e kam taku që më ka knosh më abet. Faleminderit. Përshëndetje, a i një lodhjo. Po e komentojme që temi në rrugën cilën ndodhemi është një rrugë një koshe e cila në lidhë me komunën e Vitis. Përshëndetje! Kryetari, na ka thonë. Vjeti kryetari, po une që ka përshë. Rruga e cila në lidhë me komunën e Vitis, për ndryshe, është edhe një pjesë e ures, poshtë soj... Halal edhe juve! Përveç të tjera është ujë për cilën kemi folë që nga fillimi emisionit dhe që është në menaxhimin e komunës, por është në gjendje se si është. Pra ka mbeturina. Hajde ondi këtu me mu. Banorët e fshatit e kanë bërë kërkesën me ardhë me rregullu gjithçka që ka sheni këtu, por që nuk kanë marrë ende një përgjigje sa i përket punës me ardhë me punu këtu me rregullu këtë çështje, a? Edhe urën me zënu? Edhe urën me zgjerue. është një pjesë që nuk po më pëlqen, pra është në gjendje jo të mirë, e çka isha duke thonë në këtë rrugë një koshe, kur bin ndesh dy makina, njëra duhet me lëshu rrugën, se dy nuk i nxen. Po largohemi dal nga fshati Lladov duke I falendëruar përzemërsisht familjet e mrekullueshme të cilat na mikpritën sot. Ne takohemi në fshatin e radhës deri atëherë, mirë mbetëshi!